Gjeta. Tani më kam ardhur edhe këtu për shëndes, edhe të ta përndatur, por më mirë më pasashme kam marrë për mësues e madhe. Isha t'ju takon personalisht, t'ju falenderoj për 39 vitet që keni në arsim, edhe sidomos për gjithë kontributit që keni dhënë këtu ke shkolla Osman Muderizi. Dua t'ju falenderoj. Hym në një cikël tjetër tani se me radhë kemi gjithë këtë punë. Është cikël për gjithë. Hym në një cikël tjetër që vjen moshi pensionit, ku në fakt kemi mundësinë të bëjmë ca gjëra që mbasi sa ka dalë koha t'i bëjmë më përpara. I bëjmë me kohë. Edhe gjëja tjetër që më duket se na bashkon dhe se na pëlqen të dyave shumë letërsia. Ma tha zogu ke veshin. Jeni brezi që përveç se njohëm edhe rritjen e konsiderueshme të rrogave në këto vitet e fundit, e vonuar por shumë e merituar, kemi edhe planin e pensionit për rritjen e pensionit më të ardhshme, edhe njerëzit që ju keni familjar që i keni pension, besoj në këtë fund viti kanë marrë edhe bonuset në përputhje me pensionin që kanë, po e rëndësishme është që rritja e pensionit do të vijojë. Si për ju që vitin tjetër kaloni në këtë fazën e re ku do keni më shumë kohë të shkruani poezi, po edhe për gjithë brezat e tjerë që sa më shumë afrohet, aq më e madhe do të jetë mundësia për rritjen e pensionit. Po besoj që nëse ka një profesion, njeriu nuk harrohet asnjëherë, edhe ku lë gjurmë është ky zanati ynë. Është surprizë shumë e bukur e para dhe i falenderim që prezencën tuaj të gjithëve këtu, për faktin që ja arrita, se njeriu në jetë ka dhe sfida, dhe me kryesin e viteve të punës dhe me dashurinë që e kam pas të brendshme, me dëshirën që të bjem mësuese, e kam ndëruar që sa të gocat e mia. Dhe kjo dëshirë më ka ndjekë. Sa e kemi realizuar, të ta tregojnë, respekti i fëmijëve e tregon, jam munduar të bëj më të mirën time, mund të kem pas një gabim, por e kam bërë, nuk e di. Jam munduar të mos bëj. Gjithatë është një kënaqësi e punës, se çdo njeriu që arsimi nuk e shef si punë për të marrë rrogën, por si mision për të shërbyer fëmijët.